sikur që është rasti që e ka përmend Zoti pejgamberin e tij Yunusin a.s. I cili e ka ftu popullin e vet, mirë po një ditë o dëshpëru që ata nuk dojnë mu përmisu edhe largohet prej tyne. Edhe e zgjedh me u largu edhe hyp me një anije. Pa mos hinë shumë detaje, edhe populli tina Zoti e çon pastaj një re zez, edhe populli ju kujtohet fjalët e Yunusit, dojnë sigur mu pendu. Po Yunusi më nuk është prezent me ta. Yunusi ka ikë edhe hyp në anije. Kur hyp në anije, tash anija do të thotë valët e detit edhe rrezikohet tregtarët nisin me gjujt mallin për me letu peshën e anijes, edhe vendosin që dikush duhet me kcy në ujë, me u largu pe anijes për me letu. Sa herë që hellshin short, i bike Yunusit a.s. Yunusi më neke që një gjunaqar është, po nuk e di që kjo është gjunaqari. Këto është një mësim ndoshta shumë e rëndësishëm që largimi i një njerit adekuat, i cili është në profilin e vet, i dobishëm për shoqërinë, edhe pse tjetër nuk ja din vlerën, nuk i përgjigjen, nuk guxon me hek dorë, se pasojat janë të mëdha. Edhe Yunusi u largu. Pastaj detyrohet do të thotë me kthye në oqean. Edhe thonë dietarët, Yunusin e kanë shoqëruar 3 errësira. Është errësira e oqeanit, errësira e natës, edhe errësira që e ka gëlltit balena, barkun e balenës. A ka ndonjë shpresë këtu? Kur fraqasi s'ka pas mundësi me pas me dikon që mi ndihmu. Do thotë gjitha rrugët ju kanë mbyll. Mirë, po shpresën te Zoti nuk e ka humb. Kjo është ajo që do thotë duhet me pas njeriu. Pa marrë parasysh çfarë do errësie. Pse po thotë pejgamberi thotë durimi është dritë. Durimi është dritë. Se kur të vjen fatkesia është ndërlidhur dhe me durimin, po. Po, se do thotë fatkesia është errësirë, me vërtet të rrohet para syve. Mirë, po shpresa që kam u bë më mirë gjithmonë ajo që na jep vullnet për me lëviz.